Ne kemi ardhur këtu në Tragjas të bashkëbizetojmë me ju. Kemi ardhur në një moment që është disi i vështirë për Tragjasin në raportet që ka krijuar me pushtetin aktual, po kurse si se ne duam të abuzojmë me këtë raport të vështirë që ka Tragjasi sot me qeverinë, apo me këtë veprim arbitrar, me këtë veprim korruptiv, me këtë veprim grabitçar që sekti Rama dhe qeveria do të kryejnë ndaj jush. Ne natyrisht do prononcohemi, jemi prononcuar dhe do prononcohemi për këtë. Në mendimin tim, në rast se kjo për fat të keq do realizohet, do jetë grabitja e shekullit që i bëhet Tragjasit. Unë kam bërë një krahasim, në rast se në 43-44 Tragjasi u dogj nga pushtuesit, marrja e ujit, grabitja e ujit, përcjellja e ujit për oligarkët në Imar, do jetë një veprim me pasoja të rënda në zhvillimin ekonomik të zonës, në zhvillimin e turizmit, por dhe në gjithë atë biodiversitetin, në këtë mrekulli që natyra i ka dhënë Tragjasit. Tragjasi, një fshat që ka kokën në mal edhe këmbët në det, siç është ai përkufizimi i parë për Tragjasin. Simin që ne kemi pse duhet të fitojmë zgjedhjet. Në radhë parë ne kemi nisur dhe kemi deklaruar shumë qartë që ne jemi për një ndarje të re territoriale administrative. Ndarja e 2014-s ishte një gabim i rënd, ishte një goditje e madhe që ju dha interesave të banorëve të zonës, interesave të pushtetit vendor, me atë veprim arbitrar me zhbërjen e Bashkisë së Orikumit, një bashki e cila po konturohej çdo ditë dhe ishte nga bashkitë më simpatike në të harkun e turizmit, domethënë në vijën bregdetare të Shqipërisë, nga Saranda dhe deri në Velipoj. Dhe njëherëzi u dëmtuan dhe janë dëmtuar për ditë interesat tuaja si banor të zonës, pasi nuk merren shërbimet jetike për individin apo për familjen dhe shërbimet e tjera të ndërhyrjeve në infrastrukturë, po themi, për rrugët, furnizimi me energji elektrike, ujësjellsi e të tjera. Ne këtu e kemi shprehur qartë atë, kemi organizuar dhe tryeza që ne do luftojmë dhe do punojmë për të rikthyer Orikumin në bashki. Sikur edhe një bashki të rikthejmë ne me ndarjen e re administrative, jo që ne shtojmë 30 bashki në gjithë Shqipërinë, po sikur edhe një të jetë, ajo do jetë Orikumi. E dyta, nuk diskutohet që në bashkinë e Orikumit, në fshatrat kryesore të saj, në Tragjas, në Orikum, në Radhim, nuk do mungoj furnizimi me energji elektrike dhe furnizimi me ujë për zona të caktuara. Po këtë mesazh dua që të përcjell tek ata bashkëtarët tanë. Ky është mesazhi jonë, mesazhi i bashkimit, mesazhi i punës së përbashkët, mesazhi i unitetit, mesazhi i transparencës, i llogaridhënies për të ecur përpara si individ, si familje, si fermer, si njerëz që zhvillojnë biznesin e vogël, biznesin e mesëm, edhe kënaqësia do jetë që sa më shumë nga djemtan, nga përfaqësuesit e Tragjasit, ashtu si është fshati i shënuar në histori me individ, me intelektual, me shkollë të lartë, është i shënuar dhe në biznes. Shumë faleminderit që jeni përgjigjur pozitivisht ftesës së organizatorëve dhe konkretisht të Spartakut edhe të Selaudinit si kandidat i Partisë Demokratike Koalicioni për Shqipërinë Madhështore në zonën në krajinën këtu ku ne jemi dhe në gjithë zonën, duke përfshirë Dukatin, duke përfshirë Radhimën, duke përfshirë Orikumin edhe Tragjasin. Unë do ta filloj nga ai problemi që të gjithë së bashku kemi qenë pjesë e shqetësimit tuaj sa i përket tentativës për të devijuar rrjedhën e lumit i Zvor, në cilin nuk ka marrë pjesë personalisht edhe në ato protestat që ju keni zhvilluar. Me miqtë edhe me bashkëpunëtorët tu kemi rënë dakord që të mos japim shumë zë politikisht për mos ta politizuar si çështje, sepse edhe në ato hapësirat tona, siç tha dhe Selaudini, Zoti Leska në parlament dhe unë në Këshillin Bashkiak, kemi dashur që ta vendosim vetëm në prizmin e një të keqe që i shkaktohet zonës dhe jo për të kapitalizuar politikisht. Por sot, të nderuar miq, duke u afruar dhe zgjedhjet dhe duke parë kokëforcin dhe reagimin që ka kryetari i sektit, kështu kemi cilësuar në Ramën, kryetari i një sekti, dhe konkretisht
edhe në këtë rast ai përpiqet që të ushqej klientët rreth rrotull ti. Dhe ai ujë që tentohet të devijohet nga këtu duhet të shkojë sipas mundësisë së Ramës edhe të këtyre njerëzve që janë rreth rrotull ti te disa klientë të cilët kanë tuar disa resorte apo vila në Bregdet. Nuk kemi që edhe këta njerëz të ngelen pa ujë, po jo duke shpopulluar një zonë të tërë siç është Tragjasi, Radhima apo Orikumi për t'u dhënë disa të tjerëve antije tutje që janë vendosur tani rishtas, edhe për të shpopulluar një krain të tërë siç është kjo këtu me histori, e cila nuk po kërkon asnjë gjë, vetëm thjesht të lë vendburimin ashtu siç është. Unë kam diskutuar edhe me bashkëpunëtorë këtu të mitë, edhe me qytetarë cilët shprehin dhe dakordësi sa i përket asaj pjese që shkon dëm, shkon në det. Le ta marrin atje më tutje atë ujin ata nëse o duhet, po jo aty në burim, sepse nëse do ta marrin aty në burim, jam i bindur dhe nga letrat që kanë parë edhe ato shkresat që kanë qarkulluar, jam i bindur që kjo zonë këtu do të ngelet pa ujë. Nuk është vetëm Tragjasi, nuk është vetëm Orikumi, po është edhe Radhima deri tek Paradajsi apo Pashaj. Kjo është një zonë e cila është në zhvillim e sipër dhe nëse këta do të vazhdojnë me kokëforci që të tentojnë ta bëjnë këtë veprim, të cilin e kanë ndërmarrë deri tani dhe nga ana administrative e kanë çuar deri diku sepse kanë dhënë dhe lejen për të zhvilluar këto pompa, unë mendoj që kjo zonë këtu do ketë një të ardhme katastrofike, për mos thënë që do të shpopullohet sepse të gjitha këto investime që ju i keni bërë me mundë me djers, në gjithë këtë vit bregdetare, jam i bindur që do të kenë problematik të jashtëzakonshme sepse e kanë dhe sot që nuk janë vënë në eficiencë të gjitha ato ndërtime të cilat janë duke u ndërtuar, ka problematik me ujin. Për të shkuar më tej në kuadër dhe të fushatës, unë dua të falenderoj drejtuesin politik që me një përzgjedhje të kujdesshme vendosi që zona dhe krajina e gjitha të përfaqësohet nga zoti Selaudin Neloj. Një bashkëpunëtor i joni në Partinë Demokratike, por mbi të gjitha një qytetar i mirë, një arsimtar i mirë, një familje fisnike e kësaj krajine. Dhe mendoj që kjo përzgjedhje është një përzgjedhje e cila na jep ne kurajon dhe na jep ne atë, po themi, frymën pozitive për të kërkuar votat e të gjithë krajinës. Duke qenë se është një djalë i zonës, një njeri i cili punon dhe jeton këtu, ka ndërtuar familjen e tij, nuk është ndar asnjë moment nga kjo zonë, por mbi të gjitha një qytetar model. Ne do jemi mirënjohës për mundimin që bëni. Unë jam i privilegjuar se jam caktuar kandidat nga Partia Demokratike për përfaqësuesi i krajinës tonë. Do mundohemi që të bëjmë maksimalen, bashkë me ju arrihet fitoria që të gjithë bashkë të punojmë që të mundim të arrijmë sa më shumë dhe të dalim fitimtar. Siç e dini, Partia Demokratike ka 12 vjet në opozit. Kërkojmë të marrim pushtetin që ta çojmë Shqipërinë në rrugë të mbarë. Programin e koalicionit Shqipëria Madhështore, besoj se e keni ndjekur, është një program që vërtet e bën Shqipërinë madhështore. Po të merremi me ka shumë sfera dhe fusha të ndryshme programi i Partisë Demokratike, por për fshatin sidomos ka në program Partia Demokratike ka shumë cilësi të arrira në fushën e bujqësisë, do fishohen të gjitha investimet që kanë patur për subvencionimin, do të mbillen gati rreth 20 milion rrënjullinj, që siç ishte në atë periudhë që u bën 2005-2009 deri në 2013 që pati goxha subvencione,